Mishe, kena një storje. E kena një super storje. Qëre? Se cili kemi shef fëmia jonë me qenë më i miri. Mas pari përveç shëndetit që së përcaktojmë na, me qenë suksesshëm, ndëgjueshëm e tjerë. Mirë, po, ka një herë edhe rrajmë për fëmijët tonë, më i miri në shkollë, më i miri në klasë, në ka lutë mësusja pe klasës parë me qitë në shtatën e tjerë, po si e tu e rajtë kërkon, jetu e rajtë vetën. Kur jena të e vërteta, kolegja jonë, Diona ka qenë në klinë, ka realizu një storje, me një vajzë të re e cila në gara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka fitu medaljen e artë në kimi edhe medaljen e bronzë në matematik, ku pjesëmarrës kanë qenë fëmijë nxënës nga shumë shtete të botës. Kjo është Tana. Tan moje bukra tan. Dona me shiku këtë storje edhe më pas vazhdojmë edhe ashtu jemi ka fundi. Apo shkojmë Laur? Shkojmë. Klina sot ka arsye të forta për të nxjerrë krenare. Nxënësja e gjimnazit Luish Gurakuqi, Tana Camaj, ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në arenën ndërkombëtare, duke fituar medaljen e artë në kimi dhe medaljen e bronzë në matematik në Neo Science Olympiad, e mbajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Neo Science është një garë ndërkombëtare që mbledh nxënës nga vende të ndryshme të botës dhe vlerëson njohuritë në shkencë, matematik dhe fusha të tjera, përmes testeve teorike dhe praktike me nivel të lartë vështirësie. Shkruaja ime në SHBA ka qenë një eksperiencë shumë e mirë edhe mrekullueshme me një fjalë, me qenë se duke përfaqësu në mes plot shteteve Kosovën, që ende shumë vende nuk e njohin dhe duke dalë në skenë me flamurin e këtij shteti, atëherë unë jam ndjekur shumë krenare që kam arrit me bë këtë gjë. Unë kam marrë pjesë në 2 kategori në garat Neo Science Olympiad. Në matematik kam fituar medaljen e bronzë, ndërsa në kimi kam fituar gold, best of the best. Përfaqësimi i Kosovës në këtë olimpiad dhe arritja e 2 medaljeve është dëshmi e përkushtimit punës së palodhur dhe talentit të jashtëzakonshëm të Tanës. Për mu përgatit për gara, unë jam fokusu kryesisht në lëndën e kimisë, me qenë se ajo ka thonë me qenë pjesa kryesore që kam e garu. Në matematik nuk jam fokusu shumë, vetëm nga njohuritë e më parshme. Kam mësu rreth 1 ose 2 orë në ditë për rreth 1 ose 2 muaj. Edhe kam shkuar edhe në kurs të kimisë, me qenë se du me studiu më vonë mjekësinë. Për Tanën është eksperiencë e paharuar, madje do të jetë hera e fundit që do të garoj. Nga Kosova kemi shku 13 vetë, ka pat afërsisht 25 shtete, rreth 300 nxënësa që janë garu në fusha të ndryshme, në kimi, matematik, fizik, kodem e tjerë. Nga Kosova kemi qenë 13 garues, ku kemi dalë shumë mirë si shtet. Vetëm e di se prej numrit nxënësave që kemi pa ndër shtete, kemi dalë më së miri me medalje best of the best. Momenti se kur e kanë ngritur flamurin e Kosovës ishte i veçantë, edhe pse ajo nuk ka pritur fare që do të fitonte. Unë nuk e kam prit shumë që kam e fitu ose në këtë nivel më të lartë, për shembull në kimi. E kam ditë që kam bën mirë, po nuk e kam prit këtë rezultat. Fillim nuk e kam prit që janë të matir emrin, edhe për kimi i thracen se cilët emra veç e veç, atëherë sa më ka tir emri, unë njëherë kam këshyr a është për një me a jam une, atëherë veç e kam marrë një flamur të Kosovës edhe kam dalë shpejt në skenë.
Historia e Tanës është shembull frymëzimi për të rinjët, veçanërisht për vajzat që synojnë fushat e shkencës, se me punë, disiplinë e besim në vetvete, ëndrat mund të shndrohen në medalje. Në fund veç kisha thonë për të gjithë që me njeh ëndrat e tyre, nuk ka domethënie që të jenë shkencë apo ndonjë gjë me mësime, por gjithmonë njeh një ëndër.